Që nuk është keq për të udhën sot në këtë transfert me Vllazin. Mendoj që ashtu si ndodhen ngjarjet, mund dilim dhe me 3 pikë sot. Mendoj që bëmi pjesë parë të ekuilibruar, do thosha. Pjesën e fillimit, pjesës dytë, Vllaznia na vuri disi në vështirësi. Kurse 20 minutat e fundit mendoj që kishim mundësi ta fitonim këtë ndeshje. Pse sa janë ndihmuar kjo pikë? Mendoj që është pikë morali, kalendari është zjarr, siç e dini. Shpresoj shumë të këta çuna të jenë bashkuar që të arrijmë sukses deri në fund. Në 4-5 skuadrat që rivalizojnë në fundin e tabelës. Skënderbeu fitoi sot me Dinamo brenda. Si shikoni rivalitetin? Me cilin skuadër keni më tepër aty? Unë mendoj që ne duhet të shikojmë vetëm veten tonë, të i marrim maksimumin që këtë javë që vjen dhe shpresoj shumë që dalim faqe bardhë, se ky ka qenë vërtet shumë. Arritëm të shpëtojmë për sot? Si shikoni? Unë kam besim plot të çunat, të grupi, eksperiencën e kemi që dim të rrim Super League. Kam shumë besim, objektivat në fillim kanë qenë mallore, por kështu si ndodhen ngjarjet, jo dëmtime, jo gjëra të tjera. Besoj që është objektivi minimal që duhet të arrijmë patjetër. Ju jeni pjesë e familjes Dursake prej vitesh, por shkon përvoja si trajner i parë pas largimit të Martinit fillimisht dhe me pas aty të Vollit. Të jemi sinqert, është një moment shumë i vështirë. Me Martinin, ju e dini shumë mirë që kam kaluar periudhat më të mira të klubit dhe e kam pasi kënaqësi pjesën e trajnimit, por të jemi sinqert, këto 2 muaj kanë qenë vërtet vështirë. Po shpresoj që të arrijmë sukses objektivin që tash sa më parë.